Si që paralajmëruam më herët, pra kthehemi me bisedën në studio. Lajmi i madh është që organizohet kampionati evropian për grup mosha në Shqipëri dhe Kosovë, kurse detajet i mësojmë nga Valion Nikshi. Valion, faleminderit shumë që je sonte me neve. Faleminderit, Noem, u kënaqa edhe me atmosferën se pas gjithë asaj lodhe ditë, kështu që atmosfera edhe prej juve edhe prej gjithë stafit, kështu që atmosferë mjaft pozitive, po është lajm mjaft i mirë për neve pas organizimit që kishim vitin e kaluar, tash po vjen vitin 2025, pra kemi aplikuar në fund të muajit janar, kështu që ditë më parë është mbajtur edhe mbledhja e bordit të Konfederatës Evropiane. Shpejt që ka këty përgjigja. Po janë afatet ku përveç të tjera është se ka pas edhe kandidatura tjera. A dihet kush ka qenë kandidaturë? Nuk bëhen publike, po me siguri që ka pas edhe shtete tjera. Po çajo po më intereson, ka pas shtete të forta në konkurrencë me neve. Tash nuk i dim shtetet, po paraprakisht se edhe na kemi marr pak informacione, ndoshta jo zyrtare, po kemi aplikuar ndoshta ku ka pas konkurrencë ma pak ose kandidatura ma pak, po gjithashtu janë bërë publike dhe organizime tjera, edhe të grup moshav tjera U18, U20, senjere kështu me radhë. Cëllën grup moshe kena në organizim në Evropian? U16 meshkujt. Okej, super. Kjo e përmenda edhe në hyrje, kjo nuk vjen komplet rastisht. Besoj që Federata Volejbollit i ka kalu disa teste në organizime për me arrit kampionati evropian U16, që është nuk është e vogël. Konfederata Evropiane nuk ta jep asnjë aktivitet rastisht, rastisht jo, po të jep disa teste më herët, kështu që gjithmonë merr atë feedbackun nëpërmjet personave zyrtar, supervisorëve që dërgojnë raporte 50 faqe ose ku e diunë, kështu që vlerësohet çdo organizim, çdo detaj, kështu që kjo vjen pas organizimeve të gorav në për grupe fillimisht. Pastaj kishim edhe kampionatin evropian që patën vitin e kaluar, ndërsa kësaj radhe, domethënë tashmë Kosova nuk është e panjohur. Na po shkojmë në organizimin e gorav, po besoj jemi të shku të urrit. Patjetër, kjo është një provojë se me siguri që për dëgjues nivelin e kampionatit evropian U16 e meshkujt nuk është e vogël. Nuk është e vogël ndoshta është veç grup mosha, por shkak se nuk janë senior, përndryshe gjitha kërkesat janë të njëjta, për ndoshta ndryshimi është në palestra sportive ku kapaciteti për me fitu një kampionat evropian në konkurrencën e seniorëve duhet jetë minimumi 5000 ulse. Kështu që po flas për fazë grupeve, kështu që në Kosovë nuk ka palestër që ka as në Shqipëri, e fatkeqësisht ndoshta kjo na ka penalizuar, mirë, po në të ardhmen po shpresojmë që edhe këto do të bëhen. Kështu që kjo është dallimi. Domethënë përndryshe këto detaje tjera nuk ka ndryshim në këtë pjesën organizative. Kur e keni pas mboni përshtypje dhe bashkëpunimi, kur e keni pas idenë për bashkëpunim me Shqipërinë, a keni diskutuar edhe më herët para se me apliku, që ka rrjedh bashkëbisedimi, se e di që keni raporte shumë të mira me Federatën Shqiptare të Volejbollit. Po, na kemi raporte shumë të mira dhe fal këtyre raporteve që kemi pas diskutime. Na kemi takime të përbashkëta, takime pune, po edhe shoqërore ku takohemi dhe gjaty në takimeve diskutojmë. Dhe kjo ka ardhur dhe fal angazhimit edhe këtij bashkëpunimi që kemi, kështu që kemi vendosur bashku, për shkak se kësaj radhe normal ka qenë qysheceka dhe marrët kërkesë për organizim të këtij eventi edhe nga shtete tjera, kështu që është dashur me përgatit dokumentacion edhe më shumë. Dhe që për këta kisha me falenderu edhe fillimisht komunën e Prishtinës, gjithashtu edhe Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, pasi që edhe ato janë si garantuese, edhe nuk kanë hezituar, sidomos komuna e Prishtinës, domethënë ka qenë më njëherë ka qenë mirëpritur kjo. Gjithashtu edhe sa i përket edhe Federatës Shqiptare, e cila e ka ofruar dokumentacionin përkatës, edhe në këtë mënyrë kemi aplikuar. Për dallim prej kampionatit U16 femna që kemi organizuar, kësaj here finalet do të organizohen në Kosovë. Fantastike. E përmende dokumentacionin, sa merr kohë dhe sa është e vështirë me kompletu një dokumentacion për me apliku në këto nivele, Valion? A janë voluminoze dokumentat? Janë voluminoze, janë sfiduese, sidomos kur aplikohet për herë të parë. Na kishim pak provoj, po kësaj radhe ka pas edhe dokumentacione tjera, për shkak se gjithmonë kur aplikon kërkohet edhe dokumentacione, për shembull një prej ndoshta që na nuk i përkushtohemi shumë rujtjes të ambientit. Për shembull plan për cili është plani i rujtjes së ambientit gjatë organizimit të kësaj gare. Kemi një plan të tillë, kështu që
është për herë parë, mirë po kur të çdo herë këto sfida i tejkalojmë, kështu që në të ardhmen çdo herë është më e lehtë kur të aplikojmë për hera tjera. Strukturimi besoj shkon faza e grupeve, më pas çerek-finali, gjysmë-finali që rrjedh kampionati. Është interesante që edhe për herë të parë, domethënë do të organizohet jo ngara tonë, po prej vitit 2027 do të marrin pjesë 16 ekipe, mirë po kësaj herë do të ndohen 2 grupe, domethënë 2 grupe në Kosovë ka 4, edhe 2 grupe në Shqipëri ka 4 ekipe. Po, për dallim për herës kalume që kanë qenë nga 8 ekipe ku secili ka zhvilluar ndeshje me secilin, periudha do të jetë më e shkurtë për shkak që ndoshta mi kursy ekipet ose shtetet pjesëmarrëse në pagesat e kotizimeve këto, kështu që do të jetë dikon 10 ditë për dallim prej 14 sa ka qenë herën e kalume, mirë po do të jetë garat, domethënë do të jenë secili shtet në grup do të luajnë me secilin, pastaj janë ato fazat kualifikuese për në gjysmëfinale dhe në finale. Sigurisht pjesë organizative është aty edhe akomodimi i kombëtarëve, gjithçka tjetër. Po me cilat palestra kemi aplikuar për lojrat për kampionatin evropian? Kemi pallatin e rinisë dhe palestrën nitetore. Me këto dyja do zhvillohen pra faza e grupeve. Njënën palestër stërvitjet, njënën palestër do të organizohen ndeshjet. Kështu që ende nuk kemi ndeshjet besoj shkaku infrastrukturës besoj pallati i rinisë. Dy palestrat i plotësojnë kushtet, ka disa përparësi pallati i rinisë, sidomos gjatë kohës së verës ku temperaturat janë shumë janë më reale, kisha më thonë, ose më të freskëta, për dallim prej edhe pse tashmë edhe palestra nitetori e ka klimatizimin, kështu që po besoj që për këtë grup mosh i plotësojnë kushtet edhe standardet për zhvillimin. Sa pritet me pas frekuentim të garuzëve, sa mund të më qenë numri ose cilat mund me qenë kombëtarët realisht që mund me marr pjesë? Apo të fjalë për nivelin më të lartë? Po, është, domethënë nuk voleybolli organizon garat në atë mënyrë që nuk kemi kategori, domethënë po nuk ka nivele divizione A, B, C, po është niveli më i lartë që priten të marrin pjesë shtetet më të forta. Faktikisht ato shtetet të cilat ndoshta kanë qenë edhe në konkurrencën e femra, pasi që voleybolli zhvillohet paralelisht në të dy konkurrencat, kështu që afërsisht pritën të marrin pjesë ato shtete, edhe pse mund të ketë ndryshime varësisht edhe prej shortit të cilat do t'ju bie këtu, po do të ketë ndryshime varësisht edhe prej rezultateve që arrin grupet Shqipëri, pasi që ekipet që do të rangohen në pjesën më të ulët, ato do të shkojnë të zhvillojnë pastaj ndeshjet në Shqipëri nga vendi i 8 deri në 16, ndërsa kjo pjesa tjetër do të zhvillojnë ndeshjet në Kosovë. Pra për vendin e parë deri në vendin e 8. Finalja pastaj në Prishtinë. Po, gjysmëfinalet dhe finalet do të zhvillohen në Prishtinë. Gjithashtu edhe ndeshja për vend. Çu ka më qenë puna e adhuruesve, e njerëzve që kanë dëshiruar për cjell ndeshjet, a kanë me pas bileta apo çu keni menduar? Herën e kaluar e kemi pas pa bileta, mirë po me siguri që kjo që na ka mësuar që sadopak do ta bëjmë një hyrje. Gjithashtu në aktivitetin e vitit kaluar që kemi organizuar, kemi mësuar mjaft edhe ne në aspektin organizativ, po besoj që sadopak do të ketë hyrje, pasi që kemi pas mjaft simbolike kanë qenë, mirë po sidomos ndeshjet e ekipeve tjera kombëtare, mirë po edhe Kosova secilën ndeshje kanë qenë diku të paktën 500 spektatorë, kështu që është një mënyrë simbolike që me kontribu, po edhe adhurues të shteteve që kanë ardhur me i përcjell fëmijët e tyre kanë qenë në numër të konsiderueshëm, kështu që me siguri që do të mendojmë edhe në atë drejtim, të paktën të ketë ndoshta një hyrje simbolike. Po gjithashtu edhe ndeshjet do t'i transmetojmë, kështu që edhe kjo në platformat tona, ndoshta edhe kjo është një mënyrë e inkasimit të hyrave, pse mos ta shfrytëzojmë edhe ne që ta rrisim buxhetin e federatës. A do të përdoret në këtë kampionat sistemi që e patë të sjell video challenge? Po, patjetër video challenge. Besoj ka qenë edhe një prej kriterëve, se ka qenë problematike ndoshta më marr pa to. Po, patjetër, kjo ka qenë edhe kur kemi aplikuar që ju kemi bërë me dizë tashmë kemi, kështu që edhe kjo është një bonus. Po gjithashtu video challenge do ta përdorim edhe ndeshjet e kombëtarëve që do t'i kemi gjatë kësaj vere me kombëtarët e seniorëve, kështu që do thonë deri atëherë do në këtë aspekt kompletum. Po. Te U16 i meshkujve, ka jemi me kombëtare, sa realisht jemi të gatshëm, pasi ka ende kohë deri te organizimi i 2027-s, po
Ka jemi me brum, ka jemi me mundësit. Kemi qalim ndoshta po them te ekipet, pasi që shumica e ekipeve tona janë të fokusuara te seniorët edhe te arritjen e rezultateve me dalë kampion, kështu që ndoshta kjo ka qenë edhe pikërisht pe qëllimeve tona si federat që të orientohemi më shumë edhe të arrisim numrin ose ta masovizojmë edhe më shumë volejbollin e meshkujve, se nëse e krahasojmë me volejbollin e femrave, kemi një pjesëmarrje më të vogël ose një numër më të vogël lojtarëve, ndërsa sa i përket në konkurrencën e femrave, ndoshta këtu e kemi një përparësi ose një avantazh në masovizim. Kështu që duhet mendojmë edhe në atë drejtim, edhe me siguri që ne si federat do të marrim vendime ndoshta për klube që ndoshta nuk do t'i mirëpresim, po me siguri që të kemi gara më shumë me U16, sikurse kishim edhe vitin e kaluar, po gjithsesi duhet mendojmë që të kemi sa më shumë ndeshje miqësore të shfrytëzojmë këto shtetet e rajonit, Shqipërinë, Malin e Zi, Maqedoninë, Kroacinë, po kemi edhe bashkëpunimin edhe me federatën italiane që ka me Italinë është. Po, në një prej bashkëpunimeve ma të rëndësishme, kur e dim që Italia çfarë nivelit të volejbollit ka. Po, nëse nuk gaboj para 2 viteve ka qenë kampion, mos them me gjitha grup moshat e me senior, po Italia është super fuqi në volejboll. Do është një pyetje me tabo e përmende idenë e një organizimit, sidomos te grup moshat, e një forme të kampionatit nacional. A ka gjasa mu bo kjo në Kosovë? Na i kemi kampionate që organizohen edhe U14 edhe U16, mirë po ndoshta kemi edhe pjesëmarrjet ekipe, mirë po ne si federat ndoshta nuk kemi të kënaqur me pjesëmarrjen e ekipeve, pasi që nuk e kanë obligative gjitha ekipet të marrin pjesë. Kështu që janë disa ekipe që marrin pjesë vazhdimisht, mirë po ne duhet t'i obligojmë, ndoshta mos them gjitha ekipet, po marrim vendime që më fokusu pikërisht te ajo grup mosh, pasi që tashmë e dim edhe kemi kohë të mjaftueshme të mobilizohemi që të kemi paraqitje sa më mirë në këtë kampionat. Edhe tek e fundit kur merr pjesë dikon mos më shkohesh për pjesëmarrje, po tek e fundit me rrit nivelin sa herë merr pjesë, a kalon grupin, a arrin rezultat më të mira, këto ideja. Po. Më interesoj edhe një detaj interesant që e përmende sa i përket lojtarëve që regjistrohen jashtë. Në volejboll, pra e potencove që nuk kanë drejt lëvizje pastaj nëse regjistrohen dikun tjetër. Edhe ashtu kanë qenë, edhe në misionin e kaluar, nëse nuk gaboj, i kemi përmend ndrimin e Federatës të Origjinës, kanë qenë masat e vështira, mirë po prej shkurtit këtij viti, domethënë gjithë lojtarët që paraqiten një herë për një ekip kombëtar, qoftë edhe për grup moshën më të re, domethënë në një garë zyrtare, ata më nuk kanë drejt të ndrojnë Federatën e Origjinës. Kështu që ne edhe ashtu kemi qenë të vetëdijshëm, po tashmë ende janë vështirësu këto gjëra, edhe faktikisht na duhet ta orientojmë gjithë fokusin tonë në rritjen dhe zhvillimin e lojtarëve vendor, po ndihmën. Sa penalizon Kosovën Valion kjo? A kemi shumë volejbollistë jashtë që kanë mujt potencialisht me luajtur për Kosovën? Ka volejbollistë që kanë mujt me luajt, po edhe më herët ka qenë ndrimi i Federatës Origjinës. Problematik. Përmendje 2-3 nga federata italiane faktikisht që luajnë, po ndoshta fatmirësisht ata ende nuk kanë zhvilluar ndeshje për kombëtarën e Italisë, po prindi na ka kontaktuar mua dhe kryetarin, domethënë fillimisht me kryetarin ka pas bisedime, edhe ne kemi shprehë gatishmërinë. Po tash në momentin që ata paraqiten për Kosovë, atëherë është pak problematike për ta që kur të kthehen në Itali ata llogariten si lojtar tuaj faktikisht. Kështu që penalizim në të dy. Mirë po ne jemi në kontakte të vazhdueshme, edhe me siguri që ne kemi obligim fillimisht ta njoftojmë me gjithë procedurën, kështu që i mbetet prindit vendos nëse dëshiron që ata fëmijë me përfaqësu Kosovën, ose nëse dëshiron që ata me vazhdu karrierën në Itali. Interesant, kjo është shumë ndryshe nga futbolli. Për shembull në futboll, pjesa e grupmoshave nuk llogaritet. Deri në pjesën e grupmoshave unis të ne, ti drejt me lëviz kombëtare me ndru. Momentin që paraqites për është diçka tjetër, ndesh rezultare. Edhe futbolli, po edhe sportet tjera, basketi, handbolli, nëse nuk gabaj, kanë ma shumë fleksibilitet këtë aspekt, dhe kanë për një periudhë shumë ma shkurt. E pse u ardh ky ndryshim kaq drastik?
po se shumë i rreth po duket. Kjo e prek isha me thonë federata që kanë nivel shumë të lartë, pasi që marrin lojtarë nga shtetet, sidomos nga Kuba, po gjithashtu i prek edhe federatat që janë si federata jonë. Ndoshta federata që kanë më pak nivel të ekipeve kombëtare, mirë po i prek më pak federatat e mësme. Mirë po ne duhet të pajtohemi me këto se nuk mujmë do të migro punës kënej. Po, do të migro punës, edhe ndoshta është mos thon fat, po duhet më orientu punën tonë, duhet më orientu, po patjetër që klubet luajnë në një rol mjaft të rëndësishëm në këtë aspekt, se nëse ne marrim po mendoj lojtarët në kampe do t'ju mësojmë ABC në volejboll dhe atëherë është e kot, kështu që ata duhet që paraprakisht kur të vinë për kampet që i organizojmë ne në përkombet e ekipeve kombëtare, ata bile të kenë një uri mjaftueshme në mënyrë që të punohet më shumë në aspektin tekniko-taktik. Unë falenderoj shumë për kohën, gjithmonë kënaqësi me diskutu për volejbollin, edhe ju uroj shumë sukses. Sigurisht ne kemi mu taku prapë para se marrë 2027, kemi ende çka me diskutu para se të filloj gara, po fillimisht se lajm shumë pozitiv. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve, gjithmonë kënaqësi me qenë me juve dhe me gjithë dëgjuesit e Radios Dogazinit, më ndoha më të reja nga sporti i volejbollit. Shumë faleminderit.